t'ja mbulojmë të metat njëri tjetrit. Se çka një atmosferë interesante që njerëzit janë në ulumtim, ku e ku të gjejnë një gabim të tjetri, ku e ku ta spionojnë, ku e ku ta shohin fshehurazi, ku e ku janë gjithmonë në atë agjentin e fshet që çfarë bëri filani apo fistegu, ç'punë ke me jetën e tjetrit, pse merresh me jetën private të tjetrit, pse përpiqesh të zbulosh të metat të tjetrit, kur Allah i lartësuar na këshillon totalisht të kundërtën, kur profeti alayhis salam na këshillon totalisht të kundërtën. Nëse sheh një gabim tek vllai musliman, mbuloja atë, mos ta marri vesh njëri, mbaje me vete në varr. Dhe nëse e bën këtë gjë, Allahu ka për të mbuluar ty të metat tuaja ditët në gjykimit. Pra shohim që edhe nëse një besimtar bie në gabim, prap ne jemi të parët të cilët e dorëzojmë atë besimtar. Ne jemi ata që e kryqëzojmë atë besimtar, ne jemi ata që e sulmojmë të parin atë besimtar. Nuk është kjo çfarë pritet për besimtarit. Ne jemi vëllezër në Islam, duhet ta duam, të respektojmë, ta mbrojmë njëri tjetrin, çfarë do lloj situate qoftë. Gabimet janë për njerëzve. Islami është perfekt. Por nëse ne do ta tolerojmë njëri tjetrin, do ta dorëzojmë njëri tjetrin në këtë lloj forme, çfarë pritet më pas nga të tjerët? Pa diskutim që do të bëjnë më të keqen e mundshme sipas interesave që gjithsecili ka.